E gjithë bota është duke ndjekur me ankth gjetjen e shkakut dhe mjekimit të një prej sëmundjeve më të përhapura në të gjithë kontinentet, autizmin. Në fillim të kësaj jave, presidenti Trump mbajti një deklaratë në Shtëpinë e Bardhë ku shpreh se ka prova bindëse tashmë se shkaktari i autizmit është Tylenoli, një lloj ilaçi i njohur si paracetamol në Europë. Ai u rekomandoi grave shtatzëna që të mos e përdorin këtë medikament. Pas deklaratës në Shtëpinë e Bardhë, Agjencia Amerikane e Ushqimit dhe Barnave nisi këtë javë procesin për ndryshimin e etiketës së përdorimit të Tylenolit, duke mbështetur indicjet e dhëna nga Trump dhe Kennedy. Agjencia Europiane e Barnave ndërkohë tha se nuk ka prova bindëse lidhur me këtë fakt, ndaj sipas saj, paracetamoli mund të përdoret nga gratë shtatzëna, veçanërisht kur ato kanë ethe. Megjithatë, pas këtyre deklarimeve, duket se ka një limitim të përdorimit të paracetamolit nga gratë shtatzëna. Por jo vetëm kaq, edhe grup moshat e tjera e shohin me skepticizëm tashmë përdorimin e tij. Zbulimi i shkaqeve dhe i mjekimit të autizmit do të ishte një arritje e madhe për shkencën mjekësore në veçanti dhe për njerëzimin në tërësi.